kënaqësinë të kem të ftuar zotin Sazan Guri, me të cilin do të flasim për shumë çështje. Zoti Guri, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje dhe ju. Sazan, të lutem, më lejo ta nisim me një lajm nga Vlora. Ditën e sotme mediat raportojnë atje që deti ka hyrë në Vlorë. Nuk bëhet fjalë për një batic, sepse edhe sipas peshkatarëve ka një nivel që mund të konsiderohet edhe i rrezikshëm, pasi ka prekur bizneset, ka kaluar pra edhe në pjesën e banueshme. Po nga se mund të ketë ardhur kjo, sepse ju nuk është se jeni thjesht një ambientalist, inxhinier, keni një uri të përgjithshme, edhe më mirë se kushdo për këtë çështje, edhe në këtë moment mund të jepni përgjigje ju. Nuk e kam të lehtë, megjithëse mund të jem i vetmi specialist për ndryshimet e nivelit deri. Jam i vetmi në Shqipëri. Po prandaj u thash që më erdhë tamam në shtek, sepse biseda unë ju kisha domethënë qëllim të flisim për çështjen e Sazanit dhe pjesën tjetër, por mediat raportojnë për këtë, thash ta nisim me këtë sepse jeni tamam ju që mund të flisni. Dihet që unë jam inxhinier gjeolog, pastaj edhe inxhinier mjedisi, pastaj edhe avokat mjedisi, këto tre universitete. Po te inxhinieria gjeologjike për naftën, unë jam specializuar për sedimentologji. Është një lloj lënde që jam specializuar në vitet 85, se si lumenjt sjellnin sedimente për hapën det etj. Pastaj brenda kësaj në specializimin tim jashtëtit në Axhip, mora një lloj kulture dhe specialiteti për ndryshimet e nivelit detit. Dhe sot për sot ne ishim dy veta atëherë, një ishte specialist sismik dhe unë si gjeolog, dhe sot për sot më duket se jam i vetmi specialistë për ndryshimin e nivelit detit dhe kuptoj se s'ndodh, prandaj edhe shpesh herë ngres zërin siç e nita ke përmbytjet. E di çfarë ndodh, e di ku buron e keqja, e di edhe një prandaj e quaj jo fatkeqësi natyrore, por fatkeqësi njerëzore për shkak se njeriu ka vepruar në mënyrë barbare kundrejt ligjeve të natyrës. Ka vepruar në mënyrë barbare, sidomos shqiptarit, sidomos politika e 35 viteve dhe në mënyrë veçantë politika e këtyre 13 viteve. Pa dash të bëj një kush janë të mirë, kush janë Kina, ai çik më dobët e keqja e vogël. Të gjithë kanë futur duar. Tani unë nuk e di këtë rast, më duhet sepse natyra gjeologjike është që ti nuk mund të flasësh dot pa parë terrenin. Pra, kemi këtë lloj që ne i thoshim një investim paraprak, një rilevim, një rikonicion, e quajmë neve, pa bërë një rikonicion, dhe kjo pa një rikonicion, unë nuk ta nxjerr dot mendimin e plot, por le të them diçka nga përvoja, sepse dituria është përvojë më shumë, edhe libra, edhe shkencë, dakord, specializime e tjera, por përvoja është akoma më e madhe. Unë mendoj futja futja e ujrave detare drejt tokës të plazhit të Vlorës, qoftë plazhi i vjetër, qoftë plazhi i ri, duhet të vi nga ndërhyrjet që njeriu ka bërë duke u futur në det. Pra, futja e tokës në det, aty ke mbas tunelit, para tunelit, mbas të plazhit të ri, ke ku vazhdon rruga për të shkuar te plazhit te kami punëtorëve në të, pra kemi ndërtim që janë futur në det. Ja njerëzit që janë futur në det, po thoni ju, jo deti që janë ndërtime. Ana e djathtë, ku dikur ishte pallati që ngeli me emrin e Lut Bashës, që u hodh në erë, është futje në det ajo, ai pallati, ajo toka aty është akoma. Dhe poshtë kësaj, pak më tej drejt tunelit, ti ke një marramendje futje në det. Ke ndërtime, ke zënje territori në det brenda. Ku tjetër gjitha plazhet aty, nga plazhi i ri dhe drejtim të tunelit, i ke futje në det. Që do të thotë që volumi i detit është volum konstant. Po fakti që ka ardhur më njëherë tani. Po kuptoj pra, po më lejo pra, kuptoj. Në rregull, por gjallë. Ke shansin si po flet me një specialist të kësaj natyre. Po pra, edhe jam i vet. Edhe guxoj, edhe jam i vetëm, nuk ka njeri tjetër. Bile duhet them që të më peshosh. Do të them, jo, jam unë ai që mund të jap medias diçka vetëm të dalë lajmi. Nuk jam ata që jo, më peshon me para. Jo, fare. Sepse jam i përkushtuar për të bërë popullin me dije.
për të bërë politikën me dijem. E kam vetë në natyrë, të lindur, e kam, që të jap mesazhin e diturisë, që, edhe njerë, gjithë kjo zone territori që ti ke bërë, nga plazhi i vjetër, nga plazhi i ri, ku fillon ajo malore që janë, njëra shkon për kamp punëtorësh, edhe njëra shkon për tunel, apo jo. Nga ajo rrugë edhe drejt tunelit, edhe mbas tunelit, ti e ke të zonë, edhe vetë radhima, edhe vetë orikumi, e gjithë kjo vijë bregdetare e Vlorës, është zonë me ndërhyrje në det, me rrugë, me pallate, me basamente të mëdha, gjithë mali i Vlorës e ke në det. Që do të thotë, që kjo sasi uji e detit që është konstante, kjo do shtyhet. Pra nuk vjen më përplaset ke ky ndërtim barbar në det, ndërtim vertikal brenda në det, edhe ku do shkryj? Do shkryj atë pjesën që e ka të lirë, pjesa e lirë është plazhi, është skela, ajo është fushë, zonë e ulët. Tjetër, ajo aty janë zona që pësojnë pak subsidencë, janë zona që kanë një tektonik të fuqishme, edhe këto tokat e detit në përgjithësi në bregdetin shqiptar ulen, subsidencë, zhytje e lehtë, pak milimetra. Edhe pak milimetra është ngritja e nivelit detit për shkak të ngrohjes globale ku nuk ka më sot mali tomorit me si ka 2 muaj të borë. Pra, kemi një prurje të madhe të rreshtjeve drejt e det. Do të thotë niveli detit nga ngroja ngrihet disa milimetra. Disa milimetra ngrihet, disa milimetra ulet, toka në Vlorë, dhe disa milimetra është për shkak të ndërtimeve urbane barbare me natyrën, normal që vija bregore në plazhin e ri, në skel, do vi drejt rrugës të skelës, apo drejt dyqane, po edhe në plazhin e vjetër, do vazhdoj drejt tokës. Dhe kjo quhet transgresion, hyrje e detit në mënyrë me jetë me ajo deti hyn, ose del, po del me erdhite gjeologjike, që matet me 1000 vjet, me 2000 vjet, me 5000 vjet, nëse aty po të ndodh me vite njerëzore, do të thotë që njeriu ka ndryrë keq, barbarisht me natyrën, dhe natyra nuk të fal. Është revenge, hakmarrje në thonjza e natyrës, edhe për shkak të gabimeve që ti ke bërë. Pra, shpjegimi në bruto, në total, në grosse, që ta them, shpjegim me pa e parë, po nuk më falet qofse duhet ta shoh, bëjmë prapë emision. Por në pamje të parë, që e njoh përvoja më flet, zënia e territorit me ndërtime brenda det, që i ka bërë kjo qeverisje, kjo politikë 35 vjeçare dhe veçanërisht kjo 13 vjeçare, që ti ke ndërtuar në det. Atë uji ku do vej? Nuk do vej më ke toka se ke ngritur ti si në formë kodre, si në formë platforme, edhe uji do vej në tokën e ti më të butë, që e gryen që është hera, që në tokën e ti më të ullët, aq më tepër që ullet pak. Pra, shpjegimi im është ky si gjeolog, si sedimentolog, edhe si kurdo. Edhe diçka te kjo, nëse vazhdon me këtë ritëm, pra nuk flasim për rritje me nivel duke matur me shekuj, po me vite njerëzore, sikur thatë ju. Cilat janë qytetet ose zonat që rrezikojnë më shumë Shqipërinë, nëse kjo do shtrohet? Bravo. Do shtrihet vërtet. Bravo. Shiko, gjithë zona bregdetare, në përgjithësi nga rruga nacionale, Rogozhin Lushi. Vazhdojmë Lushi Durrës, Rogozhin Durrës. Vazhdojmë Durrës në drejtim të Lezhës, po në drejtim të Patokut. Nga Patoku në Lezhë, nga Lezhë në Bun. Gjitha ato zona, toke, të gjitha kanë subsidencë. Për fat të keq. E para njërë, që kemi një mbihypje të kësaj që të fola, këto segmente tokësore, Torbufi, Rogozhina, vazhdojmë, Kryevilli, jo Kryevilli mal, Kryevilli gjithmonë bregdet, të gjitha këto kanë një zhytje disa milimetra. Zhytje do të thotë ulje, për shkak të tektonikës. Kjo është një. Duke qenë se kemi mbihypje, që toka i hipën detit, po kurizi mbrapa tokës, këto ulen dhe detiu. Sa më shumë mbihypje të kesh, mbihypje do të thotë që fusha që duket fushë, poshtë është mal ajo. Fusha e Durrësit, fusha e Kryevillit, janë male poshtë, janë antiklinale e themi neve. Dhe këto male që janë nëntoksore, këto hypin drejt detit, drejt perëndimit. Por mbrapa toka e malit, por këson zhytje. Ne i themi kuriz deri, pigi, bek,
basin, basene kurizderi, që si që qafa e dërit e lartë, kurizdin teri e ka të ullët. Dhe këto të ashtim, detrumisht, sa më shumë të jipin drejt detit, aq më shumë ullet. Pra u bën dy faktorë, njëra ullet vetë, edhe njëra ullet se është prapatok. U bën dy. Njëra është që deti rritet, u bën tre. Dajlanet që komunikon këneta e dushit, këneta e Karabasas, komunikon me dajlane me detin. Dajlanet e thotë që del dhe hyn ujë. Dajlan, del, shqip. Këto janë blokuara. Kanalet e gjitha që të pastrojnë ujin e i përmbytje e një shiu mesatar në Durrës, në Vlorë, këto janë që janë të papastruara. Këto do të thotë që e ndalojnë ujin e rrjedhjes së këtyre tokave të urdhura, qoftë Vlorë, qoftë Tërbuf, Kënet, qoftë Divjak, qoftë Durrës, qoftë Patok, qoftë Kunevajnë, këto e blokojnë. Dajlanet bllokuarat me ndërtime që kanë filluar të prishin ta në për Durrës e kudo, sepse janë ndërtuar mbi dajlane, janë gabime njerëzore të mëdha këto morti, dali dash. Këto janë gabime të mëdha që mjafton me një studim të thjeshtë, ore me pyetje me kafe, ja këto që po bëjmë bisedë neve. Këto janë makro shkencë që kanë dhe mikro brenda, që janë se është provuar me kanë 50 vjet inxhinier gjeolog më bujë, që mos qofsha. Po kam edhe 25 vjet inxhinier mjedisi më që mos qofsha. Po kam dhe avokatime distore 10 vjet që mbroj dhe duke mbrojtur duke mësuar, që mos qofsha, edhe për toti. Pra, çka ke ti politikan që ty të ofrohet zgjidhje nga shkencëtar, inxhiniera, që ka akoma brezion, ka akoma dhe pakë, se pastaj ku do falesh o ti. Ti politikan, ti qeveritar, do ikim dhe ne 70 vjeçarët ku do vesh ti gjesh shkencë. Pra, në përgjigje pyetësoj që ne rrezikojmë që qoftë deti në variante, ta thonë 100 cm në 2100, një variant 50 cm, një variant 20 cm, më minimali 20 cm ngritje e nivelit detit. Unë po them ty, jo 20, po jo edhe 5 jo, edhe 1 cm, 2 cm, 2 cm të ngritje deti, gjithë fusha që të përshkrova, ikën për lesh, mbytje, përmbytje, që do të thotë që gjithë toka e Myzekjes, sepse deti nuk ka nevojë që të dalin mbi dunën e Divjakës, mbi dunën e Dushit, mbi duna do të thotë që gjithmonë deti ka një dunë, që ti sot e ke zënë me ndërtime këtë dunë, po deti komunikon me prapatokun, me kënetat, me ato që janë quhet kënetet Dushit, kënetet Karabasas, mbrapa, komunikon me anë të dajlaneve, që do të thotë që gjithë këto fushë që ti sot e ke fushbuke, e ke farat dikur kënet, e ke thyer në fushë muzikeje, gjithë këtë muzikeje nga Dukati deri në Lezhë, ti do a kesh të mbytur me 2 deri në 3 cm ngritet niveli detit, edhe me 1 deri në 2 cm zhytje të tokës, që do të thotë 5 cm. 5 cm s'bën dëm të madh andej nga Amerika, nga Peruja, ku diun që janë male, nga Greqia, po kemi bën dëm të madh se na mbyt tokën më produktive, që është toka e Myzekjes, na mbyti. Plus edhe projektet e maleve, që mund ta bëjmë në një tjetër emision, që ky po ja shtet të tjerëve, plus edhe bregdetin që janë këto bregdetet e larta, më të sigurta, Palasa, Termia, deri në Saran, që janë bregdetet që sa do të ngrihet niveli i detit, 5 cm nuk e gjen gjë Palasa, aty do rrihet. 5 cm nuk është asgjë për bregdetin e Rivierës. Nësa 5 cm, mbajmë 3 që ngrihet deti, dhe 2 që ulet toka, 3 ngrihet, 2 ulet, i thon 5 cm rezultante. Për këtë ti hapësirën bregdetare nga Orikumi deri në Belipoj, në Bun, e këtë zhytur të ti. Këtë, ma thot dituria dhe. Edhe nuk është shkend që të vësh baste, po ma thot dituria dhe jam i bindur më buje, vetëm atë s'ki ta themi, apo ta them thjesht, ta them e shkend, po të deshe t'jap jetë, vetëm marrë librin. Të marrë librin e kam aty, bile më prit një sekund, vetëm se e marrë për një sekund, vetëm prit. Ura, kështë sedimentologjia dhe stratigrafia sismik. Dhe janë ndryshimet e nivelit det, këto këtu që flet. Dhe këtu tash brenda libri im, se si trajtoj
Ç'a ndodh kur deti ngrihet 2 cm, 5 cm? Pse toka me siguri plot ulet 2 cm me vite njerëzore, me milimetra në vit, që deti me jetë njerëzore, Semani ka hyrë 4 kilometra brenda brezit tonë. 50 vjet, 4 kilometra, Semani. Ka hyrë në tokë. 2 kilometra mesatarja, por në vend ka hyrë 4. Po ndërkohë Shkumbini ose Karavastaja është futur në det. Po ndryshime kaq të befta, kaq të mëdha, në jetë njerëzore ato bëhen me vite gjeologjike. Po një vit njerëzor është 1000 vjet gjeologjik. Me këto ritme i bie gjysma ulësia perëndimore, gjysma e Shqipërisë të futet detin brenda. Po, e sigurt fare. Po, nuk është për shpall panik, po me shkencë. Jam i veti, jo një, po jam 2 libra, edhe një libër tjetër. Kam 2 libra të tillë. Me autoshtinë time, me shkencën time, me shkollën time, që vërtetoj se çaj ndodh Shqipërisë. Po s'po them pasaj, s'po them se ja të marrë një libër tjetër. Urdo, ngroja globale. Nuk e di e shef mirë. Po, ngroja globale, ndryshime klimatike. Ndryshime klimatike. Ç'pësojmë dhe duhet të ndrejsim në vendin tonë. Tip i vogël. Ç'pësojmë dhe duhet të ndrejsim në vendin tonë. Ju i keni paraprirë të gjithë sa që po ndodh tani, keni Po, paraprirë. me shkencë edhe. Po ku ti thua? Edhe vjen puna, ka njerëz nga populli thjesht, po edhe ndoj pedagog, po edhe ndoj akademik, edhe arrin edhe të thonë fjalë jo të embla, po fjalë të tharta për profesorët apo. Po unë nuk mërzitem, sepse në 1914 Babdut Karbunara, pse i mësonte shqip gjyshes time, apo pse ishte i ditur Babdut Karbunara, edhe ata gjitha milisat e jipën në qaf, e jipën si gomar, Babdutës, dhe e dojnë, pastaj dhe e vranë. E njëjta gjë, ndryshimi nuk është shumë i madh. 110 vjet më pas, e njëjti linçim, shumica e shqiptarëve, e njerëzve që në vend se të kërnohen që bashkos, si shkënohem unë vëllai me Kadaren, si shkënohem me njerëzit e mlejnë që ka Shqipëria. Po edhe këta duhet të kërnohen, sepse po them të vërteta. E para guxoj, e dyta e para di, e dyta guxoj, e treta nuk përtoj, ti them ti shpërndaj, edhe me shkencë, me libra. A ti thoshja si amendje. Ati po me shkencë, ngroja globale botërore është kjo këtu, dhe ngroja globale ç'a pësojmë ne, është shpjegimi këtu. Ç'a do të bëjë qeveria, ç'a masa do të marrin. Janë të gjitha këtu, të shpjeguara 10 vjet, 2015. Në 2015, ja dhe ngroja globale e tjerë. Dhe ju vetëm që nuk dëgjojnë. Po mundohen që të thonë dhe një fjalë, po ti s'ta ke lexuar ti Germa, kam një shprehje unë. E s'ta ke lexuar ti Germa, unë kam bërë libra më ju ruaj. Edhe libra me aftësi dhe fuqi nga lart. Edhe arrin më thonë shumë shok, më lejë profesor do. Po patjetër nga lart, se ka plot si punë ime, inxhiniera. E para nuk shkruajnë, e dyta ndoshta nuk din kaq. E treta kanë frikë, e katërt kanë djalin punë. E kanë djalin punë në qeveri, kanë besën në punë në bashkia vllajti. Ka gjyshin komunist, thotë, nuk flasë, kam gjyshin partizan. Që partizan e ke gjyshin? Që ka vrarë njëri tjetrin? Këtë do më thua shqy mua. Pra, edhe ne kemi qëllim të mirë, më dhaj. E para që të përgjigjem, edhe ju si gazetar që është më ndarë me për cilë lajmin, e dyta që duam të ndihmojmë më bujë. Nuk kemi kundërshtar më, as e Edi Ramës, as të Berishës, po gjithmonë opozitar me ta, po i kemi kundërshtuar, po më shumë i kemi këndvështruar më, i kemi mbështetur. Kështu që për mua, ajo shqetësimi që po më thua që në vendin tonë do të përmbyll, po është e vërtet. Ju e thatë me intuit, si gazetar, si njeri i ditur apo njeri që parashikon të ardhmen me vërtetësi, edhe unë e kam me shkencë. E është e vërtet fare, ajo që tha tyre, që pyetët. Por dora e njeriut ka bërë dëm kudo, por fatmirësisht në Sazan nuk ka bërë. Ndërkohë që tani duket që atë që s'është bërë gjithë vite ta bëjnë për një herë. Po e vërtet fare dhe. Kjo është për të vënë dorë në kokë. Është momenti që gjithë Shqipëria dhe Adeu, duke mbledhur faktet, pas kanë filluar që kohën e nanës,
Nuk e dini. Po kishte qenë një projekt edhe nga Vefa, po thoshte një ushtarak, madje kishin bler edhe një vapor të një cari rus, e kishin çuar në Budapest për ta rregulluar, pastaj 97-a që solli ato, vaporin mbeti atje, projekti mbeti në mes, ndërkohë që këto të politikës ju keni dëgjuar më mirë që kishin kthyer si në një gar, kush ta shiste më përpara, Berisha tha edhe nano, pastaj edhe shun, jo tjetri. Këtu unë ti, gazetari dashur, jo vetëm që të falenderoj që përcjell këtë dhimbje, se Adeu është dhimbje. Dhe kur e pyetën sa buletinin si e o is, unë jam shumë mirë tani. Po Adeu nuk është mirë ta. Shqipëria nuk është mirë. E njëjta gjë 110 vjet më pas. Që unë mund të jem mirë në gjendjen time, njëri pa pretendime financiare, pa pretendime të një jetë që bëj unë. Jetë prifti bëj. Kënaqem me pak, ushqem pak, punoj shumë, pa është që marrëdhëniesëm pak rëndësi ka. Po dim ke përgjigje juaj. Sazani ka filluar bile dhe uji i syrit 4, na pas ka filluar me projektin Nanot. Po, për në cili do të merrte ujin e syrit 4 të furnizonte biznese strategjike edhe pastaj ta çonte në Itali. Sepse Nanoa thoshte që do t'i jap këtyre bizneseve, këtyre qytetave, Borsh, Qeparo, Himar, Dhermi, Iliase, Palase, do t'i çojë vertikalisht ujë nga ky burim. Pastaj vjen kërkoi Berisha. Dukoj që kishte ndërmend që Sazani ta jepte, si sta zoti Berisha, dhe kishte ndërmend që me këtu ujë të furnizonte edhe Apulja, të furnizonte edhe ishin për atë që do merrte të ishu falur. Vim ke Berisha, që më shqetësoi shumë ti. Fakti kur tha që s'tem gjefa, në vend se të thoshte më falur popull, të bënë një ato kritik që unë e trajtova në atë diturinë që kisha politike atëherë, 15 vjet përpara, e trajtova si një baçe. Fliste për ishin baçe, mos sikur janë ca pras. Edhe duhet i shes të pras. Duhet ta shes të tokë. Ndërkohë që gjithë tablonjat, lebëria, i bëj thirrje këtyre. Lebëria. Që e kanë me këngë, e kanë me shumë me polifoniti, Karaburun, Sazani, Batane dhe Mia. Ti nuk është po ti ikën vetëm Karaburun, Sazani, po ti ikën nga Tongua, ishulli Gur në jug të Sarandës, të Butrindit, edhe deri në Bun, që po ti ikën gjithë hapësira bregetare. Çka kanë bërë? Në 2008, parlamenti i atërshëm e ruajti hapësirën bregetare që ne kishim ndarë me italianët. Nga Sazani deri në Bun. Edhe ne kemi hapësirë tonë në bregetare. 10 km, qanë si e ka. Pastaj bëjmë ndarje me Italinë, që ndajmë për gjysmë, dhe ne fitojmë gjysmën e detit neve, zonë ekonomike ekskluzive dhe gjysma italiane. Po italianët u treguan shumë të ndershëm me ne. E pa që nuk dinim, ishim ignorantë kompleti, dhe e ndanë me ndeshmëri, sepse ka një term ndarja, quhet ekiti. Ekiti është që unë dim shumë se ty, po unë prapë do të zbatoj norma ndërkombëtare, ndeshmërinë, edhe quhet ekiti. Prandaj edhe libri im, prita marrë librin tjetër. Se po gjoj gjatë kam i libro në timi era. Vërdot. Pa ne, për çdo shembull që po marrim, ju keni bërë nga një libër. Po patjetër, po ajo do ngele, vërdot. Kufit detar, midis drejtësisë, ekitisë dhe historisë. Ku përshkruaj historia 10.000 vjet e Korfuzit dhe hapësirës detare e Jona 10.000 vjet. Me gjitha zanë bashkë. Ekitia është që ti mund të jesh një shtet arkipelag si që Greqia, që me 12.000 ishtu, me 13.000, me 6.000 tha njëri, mo qanë si e ka, me 2.000 vëlla atje në brenda. Edhe me ministrit deti, me harta greqisht dhe anglisht, nësa ti vajte me harta shqip, vajte pa harta, vajte pa harta. Komisionet tona kanë vajtur pa harta, po komisioni jonë është deri në 2018 nuk ka më komision. Nga 2018 deri më sot, kur ishte Ditmir Bushati që u largua për shkak të lojës që kuptoi, i merr vendimet vetëm zoti Rama dhe zoti Fuga.
ku zoti Fuga dhe Rama ballafaqohet me 30, me 50 veta nga palatare greke, që janë me mjekër, kuptimin figurativ, me mjekër, admiral, historian, kërkimeve të naftës, si që bë me Italinë, që rjeshti pari ishte një general, kur nda Itali Shqipëri, rjeshti dyti ishte Eneli, ishte Algjipi, sepse doni kërkimet nafte që kanë gjetur atje në tokat e tyre, në det hapësinë e tyre. Pra ishin Eneli, ndërsa neve të papyetur, akademia, profesorët, pedagogët, qytetarët, besimet fetare, të papyetur. Dhe ky qon një marrëveshje që është pikërisht kjo, libri tjetër i dytë, Kufi Tetar. E shikoni libri, ka lezet, fushë juridike, fushë historike, pasaport, i ke gjitha këtu. Pse Greku kërkoi Korfuzin dhe zonë ekonomike ekskluzive? Se kuptoi që Korfuzi ka naftë. Po kush e buri që Korfuzit mendoi që ka naftë? E bën studime shqiptare. Studime shqiptare. Hamilton. Po janë pjesëtar atje, o uruar. Studime shqiptare Hamilton Brother, 1991-1996. Janë pjesëtar. E kam përgjithësuar disa herë, unë, me kolegë, gjithmonë me kolegë gjeolog, asnjëherë vetëm. Po, në shumicën e rasteve asnjëherë nuk kam qenë autori dytë, gjithmonë autori parë kam qenë ti. Dhe kemi përgjithësuar të zonë. Edhe thamë që Korfuzi quhet patkua, nuk është as më shumë, as më pak se zonat naftgazmbajtëse të Shqipërit, të vendburimit që zbuloi Sherri, njësoj, të Patos Marinzës, njësoj, të Sarandë Sasaj, njësoj, të Kemenarët, që themi neve Kemenarët Cakrani, njësoj. Pra, një lloj si Patos Marinza. Njësoj, të lutem shumë tash ja ta nxjerr. Po jo, ju besoj, pa kanë fjalë. Paska shumë. Paska shumë. Po inxhinier gjeolog ka plotë, jemi 2000 inxhinierë, po inxhinier gjeolog projektues. Po flet me inxhinier gjeolog projektues. Grekët që këto ditë kishin bërë disa lajme, edhe njëri prej tyre ishte thoshte që atje ka, nuk e di, 2.5 miliarda, nuk e di, me miliardë. Po, fuqi. Pra pas kanë të drejtë. Po. M'fal. Kjo këtu është, më kupton? Kjo këtu është hapësira belgetare jona. Po. Ndërsa nga Stazani, edhe deri në Tongo, deri në Poshtë Sarandë, Butrin, nuk ka hapësirë belgetare. E hoqi Parlamenti Shqiptar në 2008, duke i prirë zhvillimeve, bisedimeve 2009. Pra e hoqi, që ta ndajmë nga e parë. Kush është parlament që vendos të jesh këtë hapësirë e fituar që nga Lozani apo që nga konferenca e Firenzës 1925, e ka neshur, është pa zonë hapësirë buxhetare tona, që pastaj fillon mati, është tona me shtok. Nuk është shtok për shdet, është tona. E ka neshur, nuk ka këtë. 2000. Të njëjtin gjë bën presidenti aktual, që në 2024 heqë ishmën e Stazanit nga zonë strategjike, nga zonë nevralgjike, nga zonë e mbrojtur, mjedisore, zonë e mbrojtur, nga zonë pikë e pën të zakonshëm. Po nuk është i zakonshëm Stazani. Me vërtet është kem, me vërtet ka vetëm pimësi e sa kafsh, po nuk është i zakonshëm se është pikë nevralgjike dhe është i vetëm. Është i vetëm. Kur Greqia nuk jep 2000 ishull, edhe në kohën e krizës 2008, si mund është ti një ishull të vetëm ta kesh edhe ta shi hymë në temë? Që gjoja, si që janë shumë patronazhista, komunista që kundërshtojnë, profesor Stazani, po më mirë investim, thot ai, se sa ta fali si që fali Berisha. Po kush po thot që Berisha bëri mirë? Berisha më keq akoma. Ose një histori si ky. Atëherë, kur ne të bëjmë qëndrim ty, që ky investim nuk është investim i qeverisë amerikane. Fiksoj fort. 1. Nuk është investim i NATO-s. 2. Nuk është investim strategjik. 3. Nuk është investim se e tha Trumpi, Trumpi mbi emri është i gotës. Por nuk u përmend që është departamenti amerikan, projekti NATO-s, projekti Trumpit, Trumpi ka ndërhyrë në Shqipëri. Trumpi s'ka thënë një fjalë akoma, ka 8 vjet s'ka thënë një fjalë akoma për Shqipërinë. Akoma s'e ka përmendur kur Albania, kur s'ka përmendur. Pavarësisht zezat që i ka thënë kryeministri jonë. Pra, nuk është investim amerikan. Tjetër, e sepse është investim strategjik i Kushnerit.
Atëherë, si mund të lejosh ti një investim strategjik, turistik e tjera, pa patur një plan, do bëja një plan, e të veshme nga zonat e mbrojtura, or president, mallkuar ajo dorë. Guxoj edhe e them ti, do mbahesh mend presidenti i Republikës me emër mbi emër zoti Baran Begaj, që ke bërë marrëveshje në Bangladesh se si do vinë me mira Bangladeshas dhe nuk i jep pasaport të dytë me që ke 200 i ke aty në president të shqiptarëve që janë në Shkup, që janë në Prishtinë, që janë në Kërçovë, që nuk i jep pasaport shqiptarëve, pasaport shqiptare dhe, që la kenë si mburoj. Edhe i jep Bangladeshta me njerë dhe mjafton një biznes të thoj që do më vinë 5 Bangladeshtas, që unë s'kam gjë me ata, që ata dhe Bangladesh. E kuptoj themi, ju me rikegu Presheva që shqiptarët e Preshevës që i bie tjenë në tokën të njerë të askuj tani sepse u pavizuan adresat, nuk e di ande akti. Bravo, je djali mirë, bravo. Edhe i jep atyret. Dakor, vazhdojmë. Pra, kur ti pranon një investim strategjik, o vlojnjak, o popull shqiptar, nuk do t'ju theme që sa të sekët jeni, nuk e që gjithmonë thelbin e kapin pak njerës. Gjithmonë thelbi, dituria, ndryqimi, del në pak kryeshta në i liberty. Në pak kryeshta. Në pak kryeshta në këtë që na thonë, kjo që na thonë neve, investim strategjik, kjo është 5%. Icebergu është 9, 7-8. Se 1/8 është icebergu. 1/8 i qindës i bie 12%. Atë shpefti. Investim, po ndërkohë, ti s'ke një projekt strategjik, një plan strategjik, një vlerësim strategjik me disor, një vlerësim vazhdo, si ishull, sigurisë kombëtare. Nuk ke më thoj që ke përdorur një 10 generala, ka zëm Hajro Limaj, profesorin Ribaj, Parim Kapon, vazhdo, ka plot, njerëz që të mendojnë për investimet sigurisë kombëtare. Ti s'ke bërë një tillë më që të më sjellësh në investitor. Tjetër, ky investitori që është që thuhet është filani vendi, po pak vendi është ndërmjetës, nuk po e ul. Lekët janë nga Arabia. Sepse e tha, bravo. Pra e djali mirë dhe çka them me ëndër. Po hajde flasim, them diçka që ta mësoj këta njerëz që janë pasur tim. Sa zan po çfarë ka tani? Ja një sekondë, ja ta mbaroj. Edhe tash e tha, i ftoi apo e tha zoti Berisha, që në fakt është një bankë arabe. O, vjen banka arabe. Nuk vjen ka 30 vjet, po që nga 99 vjet. Nuk është 560 hektar. O popull, o vlenjar, o shqiptar, o makutër, o patronazhista, o që s'kuptoni asgjë nga kjo lojë, o turpi madh dhe gjyqjet e mbrojtën, ti e shet bashkë me kryeministrin. To turp të kine më buja. Tu unë do vetë në luftë. Mbaj mendje ti. 70 vjeç kam jetuar bolli. Edhe jam si 53 vjeç më kanë nxjerrë mjekësia ti. Më kanë nxjerrë mosh 53 vjeçare. Do vete në luftë. Në luftë do vete ti. Të mbroj vatan ti. Se s'janë më të mijat me këto që po bën kryeministri. Çfarë? E tham, gjithë ishkuj. 99 vjet. Popullohet me Bangladesh, me Arab, me Palestinesë, ata që nuk do shteti izraelit, që do t'i quaj si Hamas, si Akmars, si terrorista. Këta do shërbejnë këta. Do mbasi lidhja e hapësirës bregdetare nga tuneli në Sarand, do mbasi lidhja me prapatokën, me marsorët, me pellazgët, se ta vetë ajo ministre. Do pëse do s'besin pellazgët, do s'besin në qadra tona, ata nuk do s'kesin do produktet e tyre bujësore elektorale, se do preferohen, janë super elita, nuk është as elit investimi, po super elit. Do vinë artistë të mlejnë botës, po kjo është 8% si icebergut, sepse vetë icebergu është ishulli, strategjik, që këta e marrin falur, u bëj ishulli Dubai, ishull. Po ti dushtit, Dubai durësi. Po pas 3 vjetësh, Dubai, u bëdhe dushtit Dubai. Ate u lithi, sa zani me dushtin, porte strategjike të shteteve arabe, u bëdhe kjoti. U zëmsua dhe popullësia këtu. Mi po, Banka Botërore dhe FMN-ja, Fondacioni Monetar Ndërkombëtar, Fondi Monetar Ndërkombëtar, ka thënë që Shqipëria në 2030 do jetë me 500.000 banor.
Pra, do jemi 500.000 në 2030, sepse këto vazhdoj akoma të bëj. Do jemi pak. Po 500.000 do jesh, pasi këta 850.000 pensionista për 5 vjeta kemi iku për leshnët. Sepse ilaçi ka vështirë t'i blej, ata fëmijë do shkëpusin lidhjet me prindit, do thonë që kemi dhënë remitanca në Shqipëri, do shikojnë jetën e tyre si u rritën fëmijët në për shkolla, dhe këta do ikin për lesh. Ikin këta pensionista sa duash ti. Të rinj kanë ikur gjithë, dhe sot nenat përgatiten se si të bojnë fëmijët me kushte gjermanishte, e mezi e presin, e kanë këtu, fëqinj këtu, mezi e pret të vejtë fëmija vit 3, gjimnast që t'i iki, ku ka iku vlaj, tha, do iki edhe unë, tha, edhe vetëm që t'i ikin, nena që pregatisin fëmijës që t'i ikin, opa, edhe me dhun, edhe pa dhun, edhe me dëshirë, edhe pa dëshirë, i të bojnë fëmijët, nena, që t'ketë mundësi 2 javë të shkoj në Zvicër apo në Gjermani të pushoj për vete, pa më shtisht atë dëmi bërë Shqipërisë. Pra, do vinë këta, do punojnë në për këto zonat e litë, do punojnë këta, që quhen Bangladesh, Arab, Indian, që ka duar shtime, dhe ti Shqipëria, aji që është në malë, s'ka ku e shtet produktin, do vej se s'bën, s'ka ku të shtesi do igi, në kohë që projekti maleve 500 investitor posedus jo pronar, kështu quhen këta, posedus jo pronar, që për 3 vjetë do të zhvilloj një faqe mali, që faqe mali të shtok bujësore, plektorale, kullusore, pyjore e fshatit që e ka. Mi pa i të thoi që ti që ke iku në Angli, e ke tokën pa punuar 3 vjetë, unë do të amarë, të amari kë. Do të leri pa demo, pa tokë. Pra, do bëhemi si Presheva, si shpo e largojnë. Exakt, do bëhesh si Presheva, pra. Ate e bën Serbi, e bën Presheva dhe Sanxhakun, ku në Sanxhak janë 420.000 popullat, 50 veta klasin Shqip. Gjithë ata të tjerët e shkojnë veten, zdi ku ta shkojnë, bosnjak, musliman, turq, nuk i merr njëri këta, kanë ngelur pa dhe 450 veta në Sanxhak, pazar të ri, janë as sloven, se nuk i qasi Slovenia, as kroat, se nuk i qasi, serbi ka lënë të lirë, ku mund të bashkoheshin me Republikën e Kosovës, kur ishte autonomia atëherë në 1992, nuk u bashkuan, tani po kuptojnë që ishte nga me origjinë shqiptare, se gjyshi akoma mban tirqe, Nikola Tesla, akoma me tirqe Nikola Tesla, se që gjyshin dhe pjatin, e këta thonë që Nikola është serb. Turpi matë, mos kuptosh ti që ky iku në shkollë dhe thaj që jam serb, se nuk lejohesh të quhesh jam shqiptar, sepse gjyshi, në fakt, në vitin 45 i Amina Nura që erdhi, që ne e promovuam dje par dje si akademi, tregonte që gjyshi i babait, vetëm që foli shqip me gruan duke zbrit nga mali me dele, e dëgjoi ai shqiptari spiun, ai mortja, ja qoi policisë serbe dhe e kallën të gjallë të djegur në shtëpi, me gjithë miq, me gjithë gru, me gjithë që kishte shtëpia. E njëjta gjë do bëhet. Ti nuk do të kalli me djegje, por do të kalli me metoda moderne. Do të bëjmë të ikësh. Pra, e tillë ka ndisë Shqipëria, ndërkohë kur ka qenë ndonjëherë në këtë rrezik Shqipëria, në kohën e turkut 500 vjet që kishte kufi, sepse shtetet e tjera, greku, serbi, bullgari, maqedonski, vazhdo që ka tjerë, quheshin rumeli, rumeliot, rom lindor, e tjerë. Vetëm Shqipëria kishte kufi, 500 vjet kishte kufi. Pastaj 50 vjet e fundit u bë me Sanxhaqja. Përsëri me kufi. Vetëm ne quheshim Arnautstan. Nuk quhesh, kishte emër Greqi, Bullgari, Rumani, Serbi. Vetëm ne, pra kishim kufi. Në kohën e Enverit, ishte si ishte, kishim kufi. Kishim një atë dashuri, kishim një gjindje shqiptare që ushtuan nga 800.000 vetëm 5 milion gjys. Po edhe i bëri gabim, se nga 5 gjys më quati 3 milion. Sepse nuk duhet deli më shumë se Serbia. Pra që mos ta dinim forcën e popullsisë. Se sot kanë ikur 4 milion, e ne jemi 1 milion e gjysmë, e janë 4 milion dhe këta thonë që 1 milion akoma, si kanë ikur në 10 në Greqi, ku në Greqi janë 2 milion, edhe 6 milion janë në Albanitas, i bie 8 milion janë sot në Greqi, shqiptar, që e kanë brenda gjatë. Në Greqi janë 8 milion shqiptar. Po 8 milion, por mos ore janë pa diskutueshme të gjëra, se edhe një flas si njeri i studiuar. Nuk flas për qartë. Soti e parenderoj, më ka lënë aftësiti. Qa i çudit këta ti njerëzit, e thonë profesor Stazani gjitholog. Po gjitholog jam. Qa ali keti. Sepse njëra shkencë, ndihmon shkencën tjetër. Dhe të dyja, ndihmojnë 2 të tjera. Dhe 4 ndihmojnë 4 të tjera. Sepse jam geolog, jam sedimentolog,
jam niveli e detit, ndryshimi niveli e detit, jam inxhinier mjedisti, jam avokat mjedisti, njoh ekologjin, pra kam njohuri. Palara pastaj kam provoj. Njoh inxhinierin gjeologjike, njoh inxhinierin e hidro, e kërkimeve ujore, që ku njoh naftën, njoh dhe ujin, njoh historinë, njoh gjuhën, që gjitha këto ndihmojnë. Njëra tjetër, njëra lan këtu, njëra këte, dyja lan fytyrën. E njëjta gjë është në shkencë. Aristoteli pse pranohesh që ishte gjitholog, dinte. Platoni, ata pranohen ata. Nëse në kohët moderne, na shten nga që një person duhet di vetëm një gjë. Po s'kam kejti se një person të di vetëm një gjë, sepse ata e ble partia, e ble politika, dhe duke qenë se ti e beson atë, edhe ai të merr qaf një popull të tërë. Nëse kur njeriu bën logjikën vet, siç bëra ke Covidi. Covidi ishte lojë e madhe, po e bëra si inxhinier, ja kalova edhe shumë mjekëve që u tremën nga Covidi pra. Sepse zbulova që kjo dora e bardhu, që ka faktorin e jashtëm, preken e ka të bardh, që edhe ai afrikano, si quhet, e ka dhe ai bardhë. Po edhe putrën e këmbës e ka të bardhë. Apo jo? Po edhe putrën ka të bardhë. Apo jo? Ha? Po edhe organet gjinitale ka të bardhë. Ha? Në rregull? Do të thotë që faktori i jashtëm, që është Covid, apo që është bakter, apo që është virusi, duke qenë të bardha, të pajisura me ruaza të bardha që kanë vetëm një detyrë, ruazat e bardha, të vrasin faktorin e jashtëm. Se ka thënë? Ata nga thënë për Dorashka. Ai mjeku i madh, jo një, po disa nga ata. Për Dorashka ndor, Dorashka plastike, që përdoret një herë dhe flakët, si punë asaj. For you, që janë ato dhe. Një herë përdorën dhe edhe Dorashka, ai e përdorën të 2000 herë, që ta merrte. Duke ngelur mikrobin në Dorashka, që ti ta merre me detyrim Covidin. Nëse kjo i vre, që më pa me të parë. Pastaj vjen gjua e bardhë, që e vret. Pastaj vjen laringu, faringu që e vret, edhe 1% e vogël, shkon edhe mund të shkojë mushkri, pastaj prap etj. Pra po këto janë zbulime që bëhen me aftësi të shumë shkencave. Urdhëtësh. Profesor, të lutem, çfarë mund të themi tjetër për publikun që nuk e di, disa sekrete për Sazanin, nga tunelet atje, sa kate janë poshtë, se për naftën e për hidrokarburet ju më thatë, po gjë tjetër, diçka që nuk është thënë, çfarë ka tjetër atje? Atëre, Sazani ishull nuk ka naftë. Nuk ka. Korfuzi ka naftë. Pra Sazani nuk ka naftë. Nuk ka naftë. Korfuzi ka naftë. Sazani pak më tutje ka gas, ka strukturë me gas, ka gas. Strukturë neogenike, gas mbajtëse, ka gas. Pak më tutje, ka gas. Se është strukturë neogenike. Nëse struktura që mba naftën është karbonatike, vetë Sazani nuk ka, por në drejtim të detit, ajo zhytet shkon 8000 metra thellë. Nuk vetë do të një, po është nga antiklinal, kthehet në siklinal. Ata e kuptojnë gjeologët. Kthehet në e kundërta e malit, kthehet në lugin. Nuk ka, nuk marr lugina naftë. Mbaron. Korfuzi ka. Sazani ka një rëndësi strategjike që mund të bësh edhe turizëm, dakor, edhe të vi dhe ky arabi, po për të vi për 560 hektarë. Dhe 560 të tjera, figurative, po e lë për elitë botërore. 560 të tjera hektarë, po e lë për elitë shqiptare. 560 po e lë për shtresa mesatare. 560 po e lë të lirë për të varfër. Po, kështu po. Për 560 po e lë zonë ushtarake. Dhe brenda Sazanit mund të ketë jahte, tunele, mund të ketë pika nevralgjike që zihet një ditë keqe që bota e ka mendën akoma për luftë. Po, Sazani e realizon këtë gjë. Po nuk mundet kur ti ta kthesh në tokë të lirë, në tokë të falur, në tokë për të tjerë, nuk mundet kur. Nuk mundet kur sepse ai që vjen aty ti nuk vjen për turizëm ai arabi. Ai vjen do shtrihen me zë. Do shtrihen në Adriatik. Po ai arabi masë nuk vjen vetë, vjen me qëllime të tjera. Transporta hyrte. Po, faleminderit, futet koka, se koka nuk ka shpatullo. E kupton vetë atë bashkalet. Futet koka, se ajo nuk ka shpat, po e mori ishpin, ai bën çfarë doj. Pastaj s'ki mund të kesh një tokë nga puna deri në Saran, që ti butrinin ti e ke të fitur. Sepse flitet greqisht. Ciceroni është grek. 10 milionë euro nga 2 milionë që ishte investimet e fitimi, janë 10 milionë euro në butrin, nuk shkojnë për ndërtime strategjike, ta zonë për kërkime muzeale, arkeologjike në Tomor, në Bylis, në Dujo, apso shkojnë në xhepat e atyre, e ati mordës, ati shoku ten. Ai që menaxhon butrinin, ai thotë që butrini u dha gabimisht Shqipërisë. Richard Hodges, ju dha pa dashje, pra e bën grek, vetëm butrin ti pagon Rom.
Pavadu Butrindi vetë manastir që është ndërtim grek, që është shën manastir, është agjio manastir. Pa dashje t'i ke lënë emrin Sarand 40 këngëtorë që nuk janë grek, po janë shqiptar nga Arbëria, nga Italia, 40 këngëtorë, edhe ti ke vënë Saranda që është një emër grek, duket që Saranda është agjio Saranda. Fakt ata janë murgjë Arban ta sakohet viteve 1100, s'ka lidhje me Greqinë. Po mu t'i vësh porti Onhezmi, që është Dardan, që zbriti Enea me historia, kështu është ndihmon historia. Enea me baban në krah, zbritin në Sarand, ateshme dhe i vuri porti Onhezmi. Po si Enea dhe Kosovari mbati në 99 baban në krah, gruan dhe fëmijën pas. E njëjta gjë Enea, babai në krah, gruaja dhe fëmija pas. Pra u përshërit historia 3000 vjet më pas. Pra Saranda është Onhezm, iku dhe kjo. Vinë Imara bashkë me Finiqin, del bashkë me Konispolin, që do bëjnë tani këta mortjet, që do të aprovoj dhe pjesa e djathtë për dështi Berisha, që s'ka pritja të emrin, do aprovoj dati, do bëhet kufi me Greqinë pra. Edhe e kuptove, Himara, Delvina, si e do ti, Himara, Delvina, Finiqi, Konispoli, Zara. Vetëm e pengon Konispoli që mos jetë ai vija. Po pritor, mos më pret ngres herën apo se je djalë mirë. Po s'e kam me ty, e kam me gjithta. Konispoli futet në Finiq më buri. Po. Konispoli futet pse Konispoli është vendi i ninat i Oqat Asinit. Nuk e duan këta të muslimanët. E duan që ta fusin e bën gradualisht ai. I paguan pastaj. Që kur vajtëm ne rastisht në Konispol, edhe tha që jam grek thaj. I thamë ne po s'jemi kështu ne të qum ta që maskin popullsin. Këto census. Dhe që unë jam musliman, jam shqiptar, safi dhe ai. Po fillimu po gjej jam grek. Sepse duhet thuar që jam filo grek apo grek i Finiqit, që ti të kesh torturën ke shtëpia. Po tani po lexoja atje pirollimën, qoftë peshgrici, që thoshte Himara ato greke, popull grek na persekutonin ver Hoxha etj. Po nga e gjeti Himara ato greke, se Himara para se të jetë Greqia, që nuk ekzistonte, se Greqia e mori emrin Greqinë 1840. Helene. Nëse Himara 1840 është harta e parë Greqio, o djali dash. Se po flet me një historian apo vetëm marrin libra atje. Ju besoj. Do marrin libra. Keni dhëmë? Ju besoj. Vetëm ta marrin libra, ata marrin libra prapë. Ja. Ja. Volumi 1. Studime për Epirin, Pellazgët dhe Epirot. Nga viti 25.000 deri në vitin 0. Këtu. 1. Volumi 2. Studime mbi Epirin, Epirotot, Thesprotot dhe Skamiotot. Nga viti 0 deri në vitin 1945. Dhe këtu tani, të nxjerrën të 400 tarfa, urdhon, jashtë e hapa kot. Se çdo faqe ka një art. Shikon. Nuk ekziston Greqi këtu në lindje të Shqipërisë, të Epirit, të Çamërisë, nuk ekziston fjala Greqi, po ekziston fjala Livadhia, Akaia. Në 1807, revolucioni shqiptar, kryengjitja shqiptare, që ishte tipikisht shqiptare 21-27, vënë këtë qytetin e Naples në More, këtë qyteti tyre. Pasandaj, në 1828, apo 29, ndoshta 3 vjet më duket se ishte kryeqytet, në anë të Francës, Anglisë, Gjermanisë, thanë që ta çojmë në Athinë. Athina, 8000 shtëpi, familje shqiptare. Dhe Palmerajri, që ata e kanë non grata, i studius gjerman Tiroles, që i bie me origjinë lire, Palmerajri, shosjet sa ndihmon historia. Edhe tha, 8000 familje të vjetra shqiptare në Athinë, ku gjyqet shqip, shkollat shqip, fëmijët shqip, gratë shqip, kjo gjë shqip, edhe mos sillni ambasador që nuk dinë gjuhën shqipe. Dhe kur erdhi mbreti Oto, edhe u çudit që tu nuk flitet greqisht, po kishte mësuar greqisht mbreti Oto. Edhe e dinte se do gjendën popull që fliste greqisht, dhe erdhi dhe mbas 10 vjetëve ku kushtetuta e parë greke ka
fustanella shqip, e thot vetë kushtetuta, gjua ardanitase, shqip, flamuri shqiptar, vazhdo, vetëm mbreti ishte Gjerman, bavares. Ndërsa 9 të tjera pika, kënga shqip, hymni shqip, të 9 ishin shqip dhe unë e kam këtë dokument. 10 vjet. Në 1840 ata e kthyer në anë të votimeve, që solën nga një shumicë njerëzish nga Pindusi e nga Anadolli, vetëm që ishin ortodoks i solën, edhe u ban më shumë në numër dhe e fituan me një vot në parlament mbas 10 vjetësh. Dhe harta e parë greke në 1840 është që thot Greqi. Që thot Greqi harta e parë greke. E tjera. Dhe dua të them që shikon gjendja shqiptare, e gjithë ka me pikë, gjithë shqiptarët, deri në More, gjithë Morea, Peloponezi. Dhe në 1850 kishte nevojë për një hero. Këto marrim, edhe thanë që duke marrë Selanikun, morën dhe Aleksandrin e Madh. Dhe u qepën Epiri, se duhesh historia e Epirit, se Epiri ishte ortodoks, ishte katolik, ishte me histori, Epiri Qamëria Jondi, nga ishte 5.000 vjetë që ta vërtetova, deri në 0, dhe nga 0 deri në sa e morën 1920. Epiri ishte Albani, Elir, Epir, Pellaz, dhe e donin Epirin, dhe e morën Epirin këta. Pra Epiri shqiptar, atë nga u gjet i Mara që kufizohet me shqiptar, kur Greqia ishte 500 km nga Morea, nga Peloponezi deri në Athin, që u bë lidhja u bë shteti grek. More, Athin deri në 1840. Ndërkohë që Andreuçi i Mariot nuk luftoi për Greqinë, ishte generali Ali Pashës, luftoi për kryeqytetin shqiptare në Mar, dhe ata që në 1840 kur shteti grek bëri revolucionin duke vrarë heronjt, duke vrarë komandantët, ushtarët që kishin luftuar për revolucionin, i përdhunoi, i përndoqi. Edhe erdhën në Imar, erdhën në Dropu, erdhën në Tepelen, erdhën në Saran, Delvin, edhe u quanin vetëm grek, sepse Greqia mori zhvillim për shkak të fuqive të mëdha. Ne ishim akoma mbas Ali Pashës më përpambetur, dhe i përqendet që quheshin grek. Po janë shqiptarë më dha, që i përndoqi greku në 1840. Ku në 1840 Eduard Lirë thot, gratë e Imariote 100% shqip. Ata burra që bëjnë tregtim me Italinë, dinë dhe italisht. Ata burra që bëjnë tregtim me Korfuzin, dinë dhe greqisht. Po gratë 100% shqip. E sot e qanë Petromarkon me 300 ligje, 300 vaje. Shqip. Polifonia shqip. Kenga shqip, qarja shqip, shkolla shqip. 1630 letrat që bën carit shqip. Që se bën greqisht, po e bën shqip, letrën, vajtën mbështetën në Rom, shqip, i Mariotë, fustanella shqip, vesha me bukur shqiptare i Mariotëve, shqip, që greku e mori 1970, e bëri pull postare dhe e quan greke, se është nga Epiri. Po Epiri nuk është jotëm, Epiri është shqiptar, o me qam musliman, o me qam krishterë, po qamët janë shtresa me e lartë e Epirote, sepse vim nga qam e Atlantidës, thot Nikos Stilo, ke pasqyra etruske, qam, ai që ka jetuar pranë brigjeve të Thjamis, të lumit Thjamis, po qamët vajtën themeluan Britaninë, sepse quhen Thjamis, e prandaj u quaj Tamiz, lumi në Britani, se ishin ta qemër që shkuan dhe themeluan Britaninë me mbretin Brit, Brutus, ose Brit, ai që vërtiste, edhe Britania mori emrin e Britit. Pra, gjë flet arbënisht, epiriotje, apo ilirisht. Dhe këta e shuajnë, i Mariotës sot, turp ta kenë, gjak prishur, që shumicë e tyre është nga Mirdita ose nga Kruja, se emra Gjon, Gjin, Paldi, Gjiknurdi, plazhi i Gjilek, Gjin, Gjiknuri, vazhdo, po gjithë janë edhe i pjesë që janë i Mariot, edhe Dermias, mbi emri Koka. Për shqip, jo po unë e kam Kokës. I futi se ai, edhe unë jam grek, se e kam Kokës. Ore e kokë, mbi emri. Zotaj, unë e kam Zotajs. Po si e këti me i serë, grek? Ti e Zotaj, Zot. Edhe toka e Zotajve, që thuhet. Edhe ti ke mbi emri shqiptar. Jo, unë jam grek, dhe. E kupton që është profecia dhe ideologjia. E fut një popull në humbëtirdi, që nuk din ku vjen. Po ama një gjë, porosit.
Ti që Tratonja dhe i Mariot Dermiot s'ke përgjetur kur një atlet të dytë, po të gënjen mendja di. Se as atje nuk t'i qasin, po bëjnë si u qasin për momentin, po edhe këtu ne prap të duam të mbajmë se e gjaku jonë të duam shumë, pa mështi që duhet gabuar. Kjo është tjera që i bëj i Mariotet dhe Dermiotet. E më thaj një gjirë, i thashën ti e militorit, që mi e militor, po e të babajta të vretej, e kupton dhe një gjirë nga Dermiu, një muaj për para. Piva kafe me atë, se për një qështje punë e inxinjerie e tjera, edhe i tharo ti e militorit, me shaka kështu. Mua ma thoi, po e të babaj tim të vreta. Mbijemër, që të temë, mbijemër nga mirëtita. Edhe i themu që ti u niste për gjyshjot, kohën e Skënderbejut, u niste për në Itali, ata që kishin busu, përfunduan në Bari, apo në Ancona. Ata që kishin busu, i ktheu era në Neymar dhe në Dermit. Po sigurisht që kishte aty, që gjetë, se jo rastisht nipi Skënderbeut erdhi në Neymar, sepse do gjende krutanët, bazament, edhe militorët, pra, besnikët, do gjende ata, dhe prandaj erdhi në Neymar luftoi derisa si Piero e Pirit u shuaj komplet, s'kishte më ushtarti. Edhe u troj që ndodhi ajo që e tjerë. Sa kam edhe diçka të fundit, profesor. Me parashikimit që bëm për ngritjen e nivelit detit, arritëm me ato edhe me gjithë njëri që keni ju që brenda pak vitesh rrezikojmë ulësira perëndimore. Po tani në aspektin politik me këtë ritëm që ka nisur, se ju tha që Italia u tregua e drejt për kufirin detar. Tani kalojmë tek pjesa e Italisë, me këtë ritëm, me këtë furi që ka nisur ata. Duke sikur po na përpinë brenda pak viteve. Ku mendoni që brenda 1, 2, 3 dekadave do përfundojmë? Sepse ata ecin me plane, me dekada, kurse ne sot për nesër. Po, pra. Unë mendoj se hapësira brejdetare e quhet e shitur, nëse ne do ta lejojmë, me këtë vull që ka marrë kryeministri jonë, që ka vetëm një detyrë. Ka një mendje shumë të keqe për shqiptarët dhe Shqipërinë. Ai e uren shqiptarin, po më shumë uren fshatarët e Shqipërisë, dhe më shumë akoma uren deriorët e Shqipërisë. I uren ai gati. Sepse ai vetë nuk ka gjak shqiptarit. Dihet, e kemi thënë. I uren, mbaron lufta. Tani, me këtë politika që ai po ndjek, ku nuk ka lënë uzurpim të territoreve shqiptare. Hapësirën brejdetare ta shpjegova. Durrësi Dubai, Kazani Dubai, strategjik këtej nga tuneli deri në Sarand, Butrindi grek, Lezhë italiane, iku hapësira brejdetare. Vim ke hapësira malore, që ai ka bërë një projekt dhe shumica e njerëzve kisha ballavaçim me një kryetar i prertë teta i ande nga Maliqi, asgjë s'kuptonte, si punët janë shumica. Që projekti është fatkeq. I maleve. Tam keq. Ndoshta ai do që ta mbroj politikisht. Po mirë, ai po e shtet projekt. Ai do të thotë që vjen një posedus, bën 3 vjet ka drejt të bëjë investimin, dhe ai pastaj e merr një euro, po që puna që ta marrë një euro ai, o mortje, o kryeminist, o i poshtë. Më jep mua jam pronar më, gjindol jam pronar. E ti mua më morën nga 1300 hektarë në Lushje, ma ke bërë 600 hektarë dhe kërkon më japësh 300 hektarë. Pra, ti ma ke qeni këfishuar, po që se pas këtë tokat lira ti, po ma e mua pronarët punë e parë, më qua ti e në malë. E ama di që nuk e shes, nësa këta që da marrin 500 veta, këta nuk dihet kush janë, këta nuk dihet që ato bëjnë. A i bën që atë dojë, të të shes izraelitët, të të shes arabëve. Vetëm që e merë 3 vjetë, bën një loj gardi, një loj ajstar, në një kothere bukë aty, në një restorant atje, për punë pista, edhe të ashtesi pas të vijë, i lindë drejta të ashtesi. Toka pastaj ai që e punon edhe? Ai që punon, bravo. Ndërkohë do të marri tokat e fshatarëve që do rinë 3 vjet, aq janë Angli, Turpi Mati, i bëj thirrje dhe këtyre ti, Turp të Kenti, që gjyshin Kuks, ka luftuar ti dhëm për dhëm me Serbin, ku edhe Trotski thot, bajonetat serbe që nuk argjonin fishek. Sepse thoshe fisheku është i tepërt, thoshe serbi për të vrarë shqiptar. Dhe në Kolosian, serbi ka vrarë gra dhe fëmijë se bua dishin male. Se nuk luftoj, se këto nuk luftojnë me ushtrim u dhe. Këto s'kemi ne, këta nuk luftojnë ballë për ballë. Dhe ky gjysh që ka luftuar me serb, dhe djali ti dashi, ky Kuksiani,
vetëm se nuk ballafaqohet dot me politikat e Ramës dhe ikën për një jetë mizerable në Angli. Po mirë që ikën, them unë, po hajde bli librat e profesor Shtazanit, po me gjysmimir, po me qerekër, o po ti fale, do më thua që s'kam lek, do ti fal, të kuptosh kush je, që ti nuk je si indianët në Angli, ti je themelues i Anglisë. Po ti nuk e ke themeluar një herë Anglinë, me Britin 1150 me djalin e djalit e Eneas, po ti ke themeluar me mbretin Artur në 1200, që iku me 400 i lirë. 400 i lirë, mbreti Artur, ai që e thurte Ari, mbreti, që nxori shpatën nga mlefi i shkembit, Excaliburi, mbreti e nxori vetëm, ishte i lirë, pra ti e ke themeluar 2 herë, po Kartamania e Anglisë, 1216, është kanun, është e drejtë e vjetë doktore, është kanun, 100% kanun vetëm se për anglisht, edhe anglisht në atë kohë ishe gjysë shqip, gjysë anglisht, nësa 900, anglisht ishe shqip dhe unë e kam, vjeshe, angleze, në 900, në 1200, gjysë anglisht gjysë shqip, në 1600, kone ishe spit, u bëjt 100% anglisht, dhe sot është anglisht e moderne. Anglisht a fliste shqip, se e themeluar shqiptarë, po papa i parë angles, sa në Albani, shqiptarë, i lirë. Këton që s'ki gëllën. Po Londra, mati, Londra i thotë lumit, se Londra ishte me knet, me lundë, që u toni me Lundra. Po unë që i them Lundrës, Londër. Pra, këta shqiptarët të me dhe, kë nuk e di. Dhe preferon që të ketë një distancë trajtimi me minoritetet e tjera, ky shqiptari në Angli, që është komplet fjallë rëndsh. Po më mirë fjallë rëndsh, ki punë etikës, kirurgjisë, se sa një fjallë përveset, ta mbaj manda i shqiptari nga Kusi, nga Tropoja, nga Vermoshi, nga janë këtati, që vend gjithë në Anglidi. Nuk duhet t'ja din ku vinke shpia ime në ati në Berat, që unë e ka muze një dhomë, për të bërë për shqiptarët, e shoqja angleze, italiane, do të hyjë në muze, do të marrë një libër, ai që thot joti, nuk është ajo e uaja, anglezja etj. E shqiptari e të merë, është të merë dhe, ai nga peqinit i ignorant kompleti, turk në mendje, ai nga peqinit, edhe unë i them, unë e di nga jeti, ti e nga peqinit, nga Rogozhinat është, nga Kavajat është, ju e një turq kompleti është, s'ja unë djenë për historinë shqiptare, për nga e diti, për e di unë, se vjen 20 veta, me një për me mbesa, edhe nuk dinjoj të ynë, edhe njerë që ynë, nxorëm 20 bura gra, dhe i tash familje janë palek, nësa juve s'ta doni. Po qmimi është 5 euro personi. Edhe ata dhanë 5 euro 20 veta. 5 euro 20 veta. Po së pun lekësh më. Punë është, unë kam një muze fantastik, me 3.000 artefakte këto që po temin e ta shqipsa. 3.000 artefakte që flasin shqip, edhe ata nuk dinjonin dhe të meni livin pse na përlon Bonaparte e shqiptarë. Pse Zeusi, Akili, Skënderbeu, Aleksandri me fakte, me argumenta, janë shqiptarë, janë parasi tanë. Libri vogël, lexoj shpejt, lexoj një udhtim. Apo shpjegimet për malin e Tomorit që... Po, malin e Tomorit, malin e Tomorit, për anglisht, ja tani atë do merë mësyrë. Ta mbyll anglisht. E kam bërë anglisht që ta kesh o morti edhe anglisht e shqip. Edhe i them, mere librin anglisht, falu, shqipen mere sa duhet, shqipen mere sa dush. 30.000 lekësh, Tomori. 20, 15, s'tem qëti, 10, 5, po do argumentosh që je i varfër, edhe 0, mere dhe anglisht e më falu, vetëm qojë lexoje, edhe qojë në bibliotek, ku jeti më të afër. Në mënyrë që ata të tjerë të dinë që ai briti mori leje këto donën të morë mik, ai briti që themeloi Britanin, mori leje ke 3 priftreshat në të morë që është akoma sot. Dhe asnjë arkeolog nuk flet për të donën të morti. Edhe britire unë i tanë të profesor Hadje, si ka mundësi kjo gur, kjo kala në të morë të ndërtuar me këto gur të mdhejmë. Si ka mundësi, si është gritë guri më, ka pas gjë helikoptera që e morë në gritë në aje, jo, si është gritë më, si është ndërtuar kjo, pse është magjike, pse usi në një front edhe ndërtoj botën në mënyrë figurative, pse kjo mal ja 3 plakat e qukes, që quka dje, dhe ka e bu në emër quka partizan, si është që erdi një pullum nga Egypti, nga Gjenjejdi, erdi një pullum nga Egypti, kur të mori është 10.000 vjetë para Egypti. Kur civilizimi i potor fillon të morë, se aty mblidheshin që gjitha fiset e botës. Edhe fitesh një gjuhë. Edhe aty gjuhë e ruajmë vetëm ne, shqiptarët. E ruajmë ne.
që do të thotë kur thuhet welcome, i thuhet anglezit, gjermanit, willkommen, ai holandezi, edhe të më qumë thënë komen, i thonë kemë, si shqip, akoma sot. Pra, kur thua, ne themi kem të mbarë, që me erë. Edhe a i thotë welcome, will është dëshirë, will, është dëshirë, po dëshirë që me erë. Po koma është shqip, edhe, sepse po tje për gjermanisht, thoshtë ose anglisht, well leg, se kemë që thonë legat atë. Gjermanisht i thotë bind, që s'ua will bindi. Po e thua kom, sepse kur ka ardhur këtu, 10 vjet përpara, deri në 3000 vjet përpara që gjuha ishte një, ti e more këtë gjuhë, e ruajte, unë e ruaj si atere, nësa ti ruan një kuptim, një sardhe, welcome, willkommen. E kupton apo jo di, që gjitha kur tha i profesor Vorpsi, e mësova gjermanishten nëpërmjet shqipes. Nësa unë mësova shqipen nëpërmjet anglishtes, sepse ishte gjimnazist dhe dëgjoja shumë anglisht. Libra, pralla, strukturë, sintaksë, po nga në saj mësova gjuhën shqipe. Dhe prandaj jam një qeles gjutare, nuk merre me sintaksa, po merre me fjalët e vërteta për gjuhën shqipe që kanë thënë të tjerë, që i kam mbledhur, ja të kam libra edhe dy. 400 shprehje, 4000 kam mbledhur unë, po 400 i kam në libër. Se si të tjerë vlerësojnë gjuhën shqipe si gjuhë divine, ynore, gjuha më e bukur në botë, gjuha më e vjetër në botë. Ne kemi thënë 2005. Nësa bota e thonë 2023, ne kemi thënë 2005, me 3-4 veta. Edhe unë kam libra dhe mi gjuhë shqipe, e kuptova me intuit që nga fjala e thjesht vjen e përbëra anglisht. Edhe kam i shprehu 24 vjetë mësoj anglisht, më shtë shkuar mendja, që në qoftë që i që roken e 4 një fjale angleze, të tretën të dytën, ajo që ngelet nuk ekziston në latinisht, në greqisht, në gjermanisht, në frëngjisht, në anglisht, në rumanisht, në spanjisht, në portugalisht, nuk ekziston. Principare, principat, principal, principality, priority, prinder, të gjitha kanë fjallën e përbashkët të shqipes. Krijoj, kreatur, creature, kreshnik, kreshmali, kreshkaposh, kryeministër, creature, anglisht, një fjallë, edhe mua më thote ja akademiku, që fjala kuvend, dhe nga fjala kuvendjazimo e greqishtës. Po gjumë dhe kuvendjazimo, a i nuk e zbërten dot. Po unë e kanë kuvend, ku edhe vend. Që unë ulem edhe marrë vendime, dhe nga të vend që aj vendim, që aj vendoj, që aj vendimarje, me fjallën vend, place, a i ka place. Që që anë kuvend e i? Konvend. Se fjala konvend e anglishtës e latinishtës e greqishtës, dhe nga fjala kuvend, kuvend burash, ku edhe vend. Vendi, ku mblidhen burat dhe marrin vendime. Po qa vendimi? Quhet log. Log është, diskutojnë të 12 burat, log, fjal, log quhet trungu që ulen, log quhet logu i burave, logu i bjeshkës, është log fjale, edhe log quhet fjale e fundit e kryetarit të 12 burave. Quhet log. Nga log vjen logic. Vjen logo, latinisht. Vjen logicamente, latinisht. Vjen fjala metatez, logje kavaje, logje, nga log, logje, në më dhe kundërta. Nga kok, që mendon, vjen fjala atje, poshtë, që ne i themi koqe ulliri, që nuk mendon, koqe piku. Pra, nga fjala kok, pap keja që, ndërtojt një metatez e kundërta, që ajo pjesë nuk mendon. Pra ne po dhe kur të bërë dashurit dhe dhe, pyet kokën e malë dhe, jo atë të voglë dhe. E kupton, kështu që ka Shqipja ta jep të kënaqësiti, kur thot Paikonica, e therë, e ashpër, e plot, si popli që e flet. Ku dhimbjen e fundit të dashurisë dhe timbrin e fundit të urrëties, të gjua Shqipe e gjen. Nësa ke gjuhët e tjera nuk e gjen dot, 1 milion fjalë që frëngjishtja nuk gjen dot gjuhën me që po nga smut i mora urdhë këtu, një poemë e një francezi, që është vdekja e ujkut, dhe kur e përkthene nga frëngjishtja Spahiu, luftar Spahiu, di nga Kuksi ka Berbul, një herë më e bukur, unë i kam të dyja, frëngjisht lexoj edhe shqip. Edhe kur e përkthehen në shqip ai vdekjen e ujkut, per në shqip, në frëngjisht fjalë thjeshta.
ujku vdiq, ja, ujku vdiq është fjalë tjetër në Shqip. Perl gjua Shqipe. Pra, të gjitha këto gjëra tregojnë që ne kemi një krijesë shumë hynore, por e kemi prishur rrugës. Edhe po e prishim akoma dhe po e keqosim akoma tani. Profesor, unë të falenderoj shumë shqyqy që të kemi. Rrofsh për gjitha shpjegimet edhe në emër të publikut të falenderoj shumë për gjitha njohuritë që ju ndatë me publikun tonë, për gjitha çështje që trajtuam, edhe faleminderit shumë për bashkëpunimin, për gatishmërinë për të folur gjithmonë, nuk jeni thënë asnjëherë jo, as mua apo as kolegëve të mi, të falenderoj shumë për gjitha. Faleminderit shumë. Edhe ju uroj